Banorët e fshatit Homesh në njësinë administrative Shupens, Bashkia Bulqis, ankohen për gjendjen e rënduar të rrugës që lidh fshatin me aksin nacional Peshkopi Bulqis. Sipas banorëve, rruga është dëmtuar kryesisht nga kanali ansor, i cili nuk është i betonuar dhe nuk ka mure mbrojtëse. Ata shprehen se gjatë rreshjeve, sidomos në dimër, kanali nuk përballon prurjet e ujit, duke bërë qaj të dalë mbi rrugë dhe të shkaktojë dëmtime të mëtejshme. Banorët thonë se firma që ka ndërtuar rrugën duhet ta kishte realizuar kanalin sipas parametrave teknik dhe me betonim për të garantuar mbrojtjen e rrugës. Kjo rrugë është dëmtuar nga vite. Ka 2 vjet që është e dëmtuar. Kemi bërë kërkesë ke bashkia, ke njësia administrative Shupens për murin mbajtës dhe kanalizimin. Kanali e nxjerr komplet ujti e ças gjatë nga poshtë. Bën një copë rrugë aty, bën një 5 metër, 10 metër dhe aty është shem se do të bëmë ta bën. Do të bësh temelet përpara, pastaj të bësh murin mbajtës. Tani sot është u ndërtuar një rrugë në segmentin e Homeshit sipër ke Manjant dhe ka kalu kamioni urdhno çka ka bë këtu. Tani është totalisht e dëmtuar. Këtu s'po vend dorë asnjë. Jemi të ratë jemi vi me makina, tu të coptu makinat. Nuk fëllet për nesë, ne e dim dhe shmangmi pak, po vjeni tjetër, vini abanzit, është natë, dhe ku ta shofësh në kanal, ka rani sunet i në kanal. Dhe kjo është këtë që kemi folë bashki, unë të kam morë në telefon për që këtë arsye. Se këtu tani kam frikë më dhe s'po dalin asnjë me folë dhe për rrugën. Që shkem për ditë, ne kemi dëm, nuk kemi semi kundra as pushtetit, as kërku, jemi kundra se prishim makinat tona. S'kemi ku dalim, ne këtu këtë rrugë në ka ngel. Tani ta bëjmë edhe këtë, ta coptojmë edhe më të hikim edhe nga fshati, se shkollën e kemi heq. Po të hikim edhe ne gjithë edhe ta lejmë fshatin. Duhet me folë për rrugën. Se dhe rrugë nuk gërkëm na bin bukën shpi, se su gërkëm bukë, rrugë ujtin. Përveç problemit me rrugët, banorët përballen edhe me dëmtimin e kanalit Vaditës. Sipas tyre edhe ky kanal nuk përballon prurjet e ujit, duke vështirësuar vaditjen e tokave buqësore. Kanalizimin me hip ke vija që vje ujti nga Kovashica, kanë marrë gjitha tender dhe nuk ka bë asnjë gjë. E ke ujtin komplet, s'kan ujë Vaditës. Njerëzit që t'jesh në Homesh, fshati më i mirë i gjithë kësaj zone, me ujë të pishëm, me ujë Vaditëse, mos kesh ujë në Homesh është turp. Ziesh për ujë për vaditje. Pse se kam bë katastrofë. Nuk shkon të shohët betonin në balë. Morën një tender atje, që do t'ishte bë vija me beton, nga Mulliri dhe atje këtë tama e vijës ku buron, kam bë 500 metër vend. E kanë shu betonin balë, a në turp, miliarda lekë hedhur, s'paku këtë të vitë shofë. Banorët kërkojnë ndërhyrjen e Bashkisë Bulqis për riparimin e rrugës, sistemimin e kanalit ansor dhe rikonstruksionin e kanalit Vaditës, me qëllim që vitin e ardhshëm të mos ngelin pa vaditje.